Aleanca për Shqiptarët, krahu i Taravarit, e refuzon propozim ligjin për arsimin e lartë, pasi sipas tyre ai nuk sjell reformë por hap rrugë për goditje të reja ndaj universiteteve shqiptare. Kryetari i partisë Arben Taravari vlerëson se ky propozim ligji nuk ndërtohet mbi barazi, merit dhe zhvillim, por në padrejtësi, kontroll dhe kalkulim politik. Rreth 600 të punësuar mbahen me kontrata në Universitetin e Tetovës, që do të thotë se afro 50% të punësuarve janë me kontrata. Në anën tjetër, në Universitetin Kirill dhe Metodi, kjo përqindje është e rreth 10%. Taravari thekson se askush nuk ka të drejtën të pengojë hapjen e studimeve të doktoratës për studentët shqiptar, ndërsa dispozitat kundër nepotizmit duhet të rikthehen, siç kanë qenë në ligjin e vitit 2018. Edhe LSDM nuk do ta mbështesë ligjin për arsim të lartë. Sekretari i përgjithshëm i partisë, Aleksandr Sasha Dimitriević, tha se ligji do t'i përzëtë të rinjët nga vendi dhe nuk sjell asgjë të mirë për komunitetin akademik. Propozim ligjin për arsimin e lartë e kemi komentuar disa herë dhe vlerësojmë se ai është një ligj që do t'i largojë të rinë nga maqedonia dhe që nuk sjell asgjë të mirë për shoqërinë. Dimitriević ka shtuar se gjatë ditëve të ardhshme do të kenë koordinim me grupin e deputetëve, në të cilin ata do të marrin qëndrime më konkrete rreth ligjit. Ndryshimet në ligjet për arsim të lartë më herët i ka kritikuar edhe BDI.